Industria globale e filmit vazhdon të shënojë shifra marramendëse, sidomos në Hollywood, ku aktorët më të famshëm paguhen $10 miliona në vit. Sipas renditjeve më të fundit ndërkombëtare, The Rock mban titullin e aktorit më të paguar në Hollywood, me të ardhurat që kapin shifrën e rreth 85 deri në $90 milion në vit. Në anën tjetër, realiteti i kinematografisë në Kosovë është krejtësisht ndryshe. Jashta quajtur Hollywood kosovar funksionon me buxhete shumë më të ulëta dhe me kushte më modeste financiare. Aktorët më të angazhuar në filmat vendor mund të paguhen deri në rreth 15 deri në €20.000 për një rol kryesor, shifër që konsiderohet e lartë për standardet lokale. Ndërkohë shumë aktorë të teatrit apo projekteve televizive në Kosovë përballen me pagesa dukshëm më të ulëta që në disa raste nuk i kalojnë disa qindra euro në muaj.